Kremlini po përdor një metodë të paparë më parë për të maskuar lëvizjet e presidentit Vladimir Putin, duke e bërë të vështirë të dihet se ku ndodhet realisht kreu i shtetit rus. Një hulumtim i fundit i njësisë Sistem, pjesë e radios REL, ka zbuluar se Putin operon nga 3 zyra të ndërtuara identike në vende të ndryshme të Rusisë, në Moskë, Soçi dhe Valdai. Përmes analizës së pamjeve filmike të dhënave të udhëtimeve, hulumtimi identifikoi një sermus për Putin që tregojnë se takim të raportuara si të zhvilluara në rezidencën presidenciale të Novo-Ogarios në periferi të Moskës, në fakt janë qëruar qindra kilometra larg në Soçi ose në Valdai. Njëri prej shembujve që sjell REL përfshin një video ku Putin i shfaqet para një dere të zyrës së tij, ndërsa mbi shkrimin në ekran e identifikon vendodhjen si Novo-Ogariov, po detaje të vogla si pozicioni i dorezës së derës dhe elemente të tjera të mjedisit treguan se pamjet ishin qëruar në rezidencën Bocharov-Ruchei në Soçi, në më shumë se 1500 kilometra në jug. Sipas hulumtimit gjatë viteve të fundit, sidomos pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe shtimit të sulmeve me drona ukrainase në territorin rus, Putin ka shmangur gjithnjë më shumë zyre në Moskë, duke qëndruar kryesisht në rezidencën e izoluar të Valdait. Kjo praktike e zhvendosjes së takimeve ka krijuar një mjegull të qëllimshme rreth vendodhjes së tij reale. Zbulimet e Sistema ngren pikpyetje serioze mbi transparencën e Kremlinit dhe hedhin dyshime për saksinë e kohëve dhe vendeve të takimit që qeveria ruse i publikon rregullisht. Për analistët, hulumtimi sugjeron një strategji të mirë organizuar të mbrojtjes dhe fshehtësisë, që synon të minimizojë rrezikun dhe të kontrollojë me kujdes perceptimin publik mbi presidentin rus.